mos u friksoni asnjëherë, gjërat e mira po vinë drejt jush, jeta është një udhëtim i mbushur me sfida, pritje, ëndra dhe momente pasigurie. Shpesh, kur gjërat nuk shkojnë sipas planit, kur hasim pengesa apo kur përballemi me dështime, fillojmë të dyshojmë në të ardhmen. Frika, pasiguria dhe ankthi na bëjnë të mendojmë se ndoshta asgjë e mirë nuk do të vijë më. Por e vërteta është se, pavarësisht vështirësive, gjërat e mira janë gjithmonë në rrugën tonë, mjafton të mos dorëzohemi, të mos lejojmë frikën të na ndalojë dhe të besojmë se universi ka gjithmonë surpriza pozitive për ne. Ky tekst është një udhëzues motivues për çdo që ndjen ankth. Pasiguri ose është lodhur nga pritja. Në faqet në vijim do të gjesh histori frymëzuese, këshilla praktike, analiza psikologjike dhe teknika për të ruajtur besimin dhe shpresën se gjërat e mira janë gjithmonë përpara. 1. Kuptimi i frikës dhe ndikimi i saj në jetën tonë. Frika është një ndjenjë e natyrshme, e cila ka luajtur rol jetik në mbijetesën e njerëzit gjatë historisë. Ajo na paralajmëron për rreziqe, na ndihmon të jemi të kujdesshëm dhe të marrim vendime të mençura. Por, kur frika bëhet e tepërt dhe fillon të dominojë mendimet dhe veprimet tona, ajo kthehet në pengesë për rritjen personale dhe për lumturinë. Si manifestohet frika? Frika nga e panjohura. Shumë njerëz ndihen të pasigurt për të ardhmen, sepse nuk dinë çfarë i pret. Frika nga dështimi. Shumë ndalojnë veten të provojnë diçka të re nga frika se mund të dështojnë. Frika nga refuzimi. Shpesh hezitojmë të shprehim ndjenjat, të kërkojmë ndihmë ose të ndjekim ëndrat nga frika se mos nuk pranohemi. Frika nga humbja. Humbja e njerëzve të dashur, e statusit, e sigurisë, të gjitha këto janë burime të forta ankthi. Si ndikon frika në jetën tonë? Frika mund të na paralizojë, të na mbajë në vend, të na bëjë të humbasim mundësi të mëdha dhe të na pengojë të shohim dritën që vjen pas çdo stuhie. Por, nëse mësojmë ta pranojmë dhe ta menaxhojmë, frika mund të kthehet në një aleate të fuqishme për rritjen tonë. 2. Besimi se gjërat e mira po vijnë. Fuqia e mendimit pozitiv. Besimi është një nga armët më të forta kundër frikës. Kur beson se gjërat e mira janë në rrugë drejt teje, ti hap derën për mundësi të reja, për energji pozitive dhe për ndryshime të papritura që mund të ndryshojnë jetën. Si të ushqesh besimin? Fillo çdo ditë me mirënjohje. Shkruaj 3 gjëra për të cilat je mirënjohës çdo mëngjes. Vizualizo suksesin. Mbyll sytë dhe imagjino veten duke arritur atë që dëshiron. Rretho veten me njerëz pozitiv. Energjia e tyre do të ndihmojë të mbash shpresën gjallë. Lexo histori frymëzuese. Leximi i historive të atyre që kanë kaluar vështirësi, por kanë arritur sukses, të motivon të mos dorëzohesh. Pse është i rëndësishëm mendimi pozitiv? Mendimi pozitiv nuk është thjesht një frazë motivuese. Ai ka bazë shkencore. Studimet tregojnë se njerëzit që mendojnë pozitivisht kanë më shumë gjasa të përballen me sfidat, të shohin mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa dhe të kenë shëndet më të mirë mendor e fizik. 3. Pse duhet të mos friksohesh nga e ardhmja? E ardhmja është gjithmonë e pasigurt, por kjo nuk do të thotë që duhet të kemi frikë prej saj. Shumë herë, ajo që sot duket si pengesë, nesër kthehet në bekim. Jeta është plot me surpriza të bukura që vijnë pikërisht atëherë kur nuk i presim. Shembuj nga jeta reale, një humbje që u kthye në fitore. Ka plot njerëz që kanë humbur një punë, por kjo i ka shtyrë të hapin biznesin e tyre të ëndrave. Një refuzim që u kthye në mundësi. Shumë artistë, shkrimtar apo sipërmarrës janë refuzuar 10 herë para se të arrinin suksesin e madh. Një marrëdhënie që përfundoi, por solli dashurinë e vërtetë. Shpesh, fundi i diçkaje është fillimi i diçkaje edhe më të bukur. 4. Si të ruash shpresën kur gjithçka duket e vështirë? Shpresa është ajo që na mban gjallë edhe në ditët më të errëta. Por si mund ta mbajmë gjallë kur ndjehemi të lodhur, të zhgënjur apo të humbur? Këshilla praktike: mos krahaso veten me të tjerët. Çdo njeri ka rrugën e vet dhe ritmin e vet. Fokusohu te hapat e vegjël. Çdo ditë bëj diçka të vogël që të afron drejt qëllimeve të tua. Kujto vështirësitë që ke kaluar më parë. Nëse i ke kapërcyer një herë, mund t'i kapërcesh sërish. Kërko ndihmë. Flisni me një mik, familjar ose edhe me një profesionist. Nuk je vetëm. 5.
Rëndësia e durimit, gjërat e mira kërkojnë kohë, durimi është një virtyt që shpesh nënvlerësohet. Në një botë ku gjithçka është e shpejtë dhe ku presim rezultate të menjëhershme, harrojmë se gjërat më të bukura dhe më të qëndrueshme kërkojnë kohë për t'u ndërtuar. Pse duhet të jemi të durueshëm? Procesi është po aq i rëndësishëm sa rezultati. Gjatë rrugës mësojmë, rritemi dhe forcohemi. Durimi na ndihmon të shmangim vendimet impulsive. Kur presim, kemi më shumë mundësi të marrim vendime të mençura. Gjërat e mira vijnë tek ata që presin. Shpesh, kur më në fund arrijmë atë që kemi ëndërruar, e vlerësojmë edhe më shumë sepse kemi punuar dhe pritur për të. 6. Si të përballesh me dështimin pa humbur shpresën? Dështimi është pjesë e pandashme e rrugës drejt suksesit. Ai nuk është fundi i botës, por një mësim i çmuar që na ndihmon të rritemi dhe të përmirësohemi. Pse dështimi nuk duhet të na frikësojë? Dështimi është një mësues i mirë. Ai na tregon çfarë nuk funksionon dhe na drejton drejt rrugës së duhur. Çdo njeri i suksesshëm ka kaluar nëpër dështime. Historitë e njerëzve të mëdhenj janë plot me momente kur ata kanë rënë, por janë ngritur më të fortë. Dështimi forcon karakterin. Ai na mëson durimin, këmbënguljen dhe përkushtimin. Si të përballesh me dështimin? Prano ndjenjat. Është normale të ndihesh i zhgënjur ose i trishtuar. Jepi vetes kohë për t'i përpunuar. Analizo situatën. Çfarë mund të mësoj nga kjo përvojë? Çfarë mund të bëj ndryshe? Fillo përsëri, mos u dorëzo. Çdo fillim i ri është një mundësi për të bërë më mirë. Mbështetu te njerëzit që të duan. Flisni me miq, familjar ose mentor që mund t'ju japin këshilla dhe mbështetje. 7. Rëndësia e faljes dhe lënies pas të kaluarës. Mbajtja e inatit, keqardhjes apo dhimbjes së kaluarës mund të jetë një barë e rëndë që na pengon të ecim përpara. Pse duhet të falim? Falja na lirson nga pesha emocionale. Kur falim, nuk do të thotë se harrojmë, por se zgjedhim të mos mbajmë më dhimbjen në zemër. Falja na ndihmon të përqendrohemi te e ardhmja, në vend që të mbetemi të ngujuar në të kaluarën. Hapim rrugë për rritje dhe lumturi. Falja përmirëson shëndetin mendor dhe fizik. Studimet tregojnë se njerëzit që falin kanë më pak stres dhe janë më të lumtur. Si të praktikosh faljen? Filloni me vetveten. Falni gabimet dhe mangësitë tuaja. Mendoni për përfitimet që sjell falja. Përqendrohuni te liria dhe paqja që do të ndjeni. Merrni kohë. Falja është një proces, jo një akt i menjëhershëm. Nëse është e nevojshme, kërkoni ndihmë profesionale. Terapia mund të ndihmojë në procesin e faljes. 8. Shenjat që universi po sjell gjëra të mira për ju. Nëse jeni duke kaluar një periudhë të vështirë, mund të ndiheni të humbur dhe të dyshoni në të ardhmen. Por universi shpesh na dërgon sinjale që gjërat e mira po vijnë. Shenjat më të zakonshme, ndjenja e paqes së brendshme. Edhe pse situata është sfiduese, ndjeni një qetësi të brendshme që ju tregon se jeni në rrugën e duhur. Mundësi të reja që shfaqen pa pritur. Mund të merrni oferta pune, takime të rëndësishme apo mundësi që nuk i prisnin. Takime me njerëz të rinj dhe mbështetës, njerëz që ju frymëzojnë dhe ju ndihmojnë të ecni përpara. Rritje e intuitës. Ndjeni më fort se zakonisht se çfarë duhet të bëni dhe merrni vendime më të mira. Si të jeni të hapur ndaj këtyre sinjaleve? Respektoni ndjenjat tuaja, mos i injoroni intuitat dhe ndjenjat pozitive. Qëndroni të vëmendshëm, vini re mundësitë dhe njerëzit që ju afrohen. Besoni në proces, edhe nëse nuk shihni menjëherë rezultatet, besoni se çdo gjë po ndodh për një arsye. 9. Ushtrime praktike për të forcuar besimin dhe shpresën. Ushtrimi 1. Ditari i mirënjohjes. Çdo ditë shkruani 3 gjëra për të cilat jeni mirënjohës. Kjo ndihmon të fokusoheni te aspektet pozitive të jetës. Ushtrimi 2. Meditimi i vizualizimit. Mbyllni sytë dhe imagjinoni veten duke arritur qëllimet dhe ëndrat tuaja. Ndjeni emocionet pozitive që vijnë me këtë sukses. Ushtrimi 3. Afirmimet pozitive. Përsëritni çdo ditë fraza si: unë jam i aftë dhe i denjë për gjërat e mira. Gjërat e mira po vijnë drejt meje. Ushtrimi 4. Vendosja e qëllimeve të vogla.
Caktoni objektiva të vogla dhe arritni ato çdo ditë. Kjo rrit besimin dhe motivimin. 10. Histori frymëzuese nga njerëz të zakonshëm. Historia e Sara. Sara humbi punën dhe kaloi një periudhë të vështirë. Në vend që të dorëzohej, ajo filloi të mësonte aftësi të reja dhe të kërkonte mundësi. Pas disa muajsh, gjeti një punë që e bëri të lumtur dhe që i dha stabilitet financiar. Historia e Ardit. Ardit pësoi një aksident që e la pa mundësi të punonte për një kohë. Ai përdori kohën për të reflektuar dhe për të ndjekur pasionin e tij për muzikën. Sot, Arditi është një muzikant i njohur dhe frymëzon shumë të rinj. 11. Si të jeni gati për të pranuar të mirat që po vijnë në jetën tuaj, hapni zemrën dhe mendjen, mos u mbyllni në frikëra dhe dyshime. Pranoni ndryshimin, gjërat e mira shpesh vijnë në forma që nuk i prisni. Veproni me guxim, mos prisni që gjithçka të jetë perfekte për të bërë hapat e parë. Faleminderit për çdo gjë, mësoni të jeni mirënjohës edhe për gjërat e vogla. Ja pjesa e tretë dhe përfundimtare e tekstit motivues mbi temën, mos u friksoni asnjëherë, gjërat e mira po vijnë drejt jush. 12. Si të forconi vetë motivimin dhe besimin në vetvete. Vetë motivimi është forca që na shtyn të vazhdojmë edhe kur sfidat duken të mëdha. Ai vjen nga brenda nesh dhe është i lidhur ngushtë me besimin në vetvete. Këshilla për rritjen e vetë motivimit. Vendosni qëllime të qarta dhe të matshme, siç sugjeron edhe Illyria Life. Vendosja e objektivave specifike dhe afateve të caktuara ju ndihmon të qëndroni të fokusuar dhe të motivuar. Planifikoni për sfidat, parashikoni vështirësitë që mund të hasni dhe përgatitni strategji për t'i kapërcyer ato. Kjo ju bën më të fortë dhe më të gatshëm. Fokusohuni te përparimet e vogla. Çdo hap i vogël është një fitore që duhet festuar. Mbani një ditar motivimi. Shkruani çdo ditë arritjet dhe mendimet pozitive. Lexoni dhe mësoni vazhdimisht. Njohuritë dhe frymëzimi janë burime të fuqishme motivimi. 13. Menaxhimi i stresit dhe ruajtja e qetësisë. Stresi është një nga armiqtë kryesor të besimit dhe shpresës. Ai mund të na bëjë të ndjehemi të mbingarkuar dhe të dëshpëruar. Teknikat për menaxhimin e stresit, meditimi dhe frymëmarrja e thellë. Këto teknika ndihmojnë në uljen e ankthit dhe rritjen e qetësisë mendore. Ushtrime fizike. Aktiviteti fizik ndihmon në lirimin e endorfinave, hormonet e lumturisë. Organizimi i kohës, planifikimi i ditës dhe vendosja e prioriteteve redukton ndjenjen e mbingarkesës. Kërkimi i mbështetjes, biseda me miq, familjar ose profesionist ndihmon në menaxhimin e emocioneve negative. Pushimet e shkurtra. Marrja e pushimeve të vogla gjatë ditës ndihmon në rifreskimin e mendjes. 14. Ndërtimi i një mentaliteti fitues. Mentaliteti fitues është një qëndrim pozitiv dhe i qëndrueshëm që ju ndihmon të përballeni me sfidat dhe të arrini qëllimet tuaja. Si të ndërtoni mentalitetin fitues? Pranoni sfidat si mundësi për rritje. Çdo vështirësi është një mundësi për të mësuar dhe për t'u përmirësuar. Mos kini frikë nga dështimi. Ai është pjesë e rrugës drejt suksesit. Fokusohuni te zgjidhjet, jo te problemet. Kur hasni një pengesë, kërkoni mënyra për ta kapërcyer atë. Rrethohuni me njerëz pozitiv dhe mbështetës. Energjia e tyre do t'ju ndihmojë të qëndroni të motivuar. Praktikoni vetë reflektimin dhe mirënjohjen. Këto ju ndihmojnë të mbani fokusin te gjërat pozitive në jetën tuaj. 15. Si të komunikoni me veten dhe të tjerët për të forcuar besimin. Komunikimi efektiv me veten dhe me të tjerët është kyç për të ruajtur besimin dhe për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme. Këshilla për komunikim pozitiv. Flisni me vetbesim. Përdorni fjalë pozitive dhe afirmime që ju ngrenë. Dëgjoni me vëmendje kur komunikoni me të tjerët. Dëgjoni me zemër dhe mendje të hapur. Shprehni ndjenjat tuaja. Mos i mbani brenda, por ndani ato në mënyrë të qetë dhe konstruktive. Jini të sinqertë dhe transparent. Kjo krijon besim dhe respekt reciprok. Kërkoni dhe pranoni ndihmë. Nuk ka asgjë të keqe në kërkimin e mbështetjes kur keni nevojë. 16.
Përfundim dhe fjalë frymëzuese, mos lejoni që frika apo pasiguria t'ju ndalojnë të ecni përpara. Gjërat e mira janë gjithmonë në rrugën tuaj, edhe nëse nuk i shihni menjëherë. Besoni në vetvete, qëndroni të durueshëm dhe hapni zemrën për mundësitë që vijnë. Jeta është plot me surpriza të bukura për ata që nuk dorëzohen kurrë. Pyetja nuk është kush do të më lejoj, por kush do të më ndaloj.